Zonja dhe zotri, në edicionin e sotëm do të trajtojmë një temë që prek përditshmërinë tonë, pra bëhet fjalë për çrregullimet e personalitetit dhe sjelljet toksike. Pra si t'i njohim dhe si të mbrohemi. Nga ana tjetër, shpesh herë dëgjojmë të përdoret edhe termi njeri toksik, por çfarë kuptimi ka ky term nga aspekti apo nga këndvështrimi psikologjik dhe a bëhet fjalë këtu për një etiketë që shpesh herë ja vendosim tjetrit pa u menduar dhe lehtësisht, apo bëhet fjalë për modele të caktuara sjelljesh të cilat mund të ndikojnë negativisht në mirëqenien tonë sociale. Për këto pyetje dhe dilema që parashtrova, gjithsesi, përgjigje do të marrim në vazhdim nga i ftuari im që sot në studio kam kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhje, psikologut klinik dhe psikoterapistit zotri Arton Ademi. Zotri Ademi, fillimisht mirë se erdhet dhe faleminderit shumë për kohën që keni ndarë t'jeni në emisionin për një botë më të mirë. Mirë se ju gjeta dhe ju uroj punë të mbarë, suksese të vazhdueshme në promovimin, ruajtjen dhe ofrimin sa më shumë të informatave dhe shërbimeve sa i përket shëndetit në përgjithësi e në veçanti çështjes shëndetit mendor. Për fillim, çka nënkupton çrregullimet e personalitetit dhe si dallojnë nga tiparet e zakonshme të personalitetit? Tash, çështja e çrregullimit të personalitetit është njëra prej kategorive diagnostikuese në psikologji klinike, por jo vetëm, por edhe në psikiatri, ku njerëzit kanë ndryshimet në sjelljet e tyre, në tiparet e tyre që i përfaqësojnë ata individ me mendimet dhe ndjenjat e tyre karshi situatave me ata që ballafaqohen. Njëri prej faktorëve kyç që e dallon ndoshta prej smundjeve apo çrregullimeve tjera të shëndetit mendor është që një person që diagnostikohet me çrregullim personalitetit nuk e ka të prekun ose të dëmtuar çështjen e humbjes së realitetit. Do të thotë kur një individ ka një humbje të ndjenjes së realitetit dhe mënyrës se si funksionon brenda atij realitetit, atëherë takon një kategori tjetër më të rëndë të çrregullimeve mendore. Një person që ka sjellje të caktuara, karshi situata me të cilat ai ballafaqohet ose me të cilat ai funksionon çdo ditë, zakonisht janë ato gjëra që ai individ i shet te vetja e tij sipër personave të tjerë. Po mundon të flas me gjuhën e popullit, në mënyrë që t'i kuptojmë sa më thjesht dhe sa më lehtë këto problematika me të cilat ne i ballafaqohemi. Do me thonë, ne tazam njëri prej çrregullimeve të personalitetit narcistik është kur një person e mbivlerëson veten e tij më tepër se sa që në realitet ai ka ato tipare së cilësi të tij, qoftë profesionale, qoftë jetësore, qoftë shoqërore, po mendon që është mbi të gjithë. Edhe fokusi ndaj vetes tij që të jetë i mbivlerësuar, do të thotë ai e mbivlerëson veten e tij, atëherë e bën që t'i takoj kësaj kategorisë që brenda profesionistëve apo brenda të diagnostikimit thirrën si çrregullime të personalitetit. Sa është e donshme zotri Ademi pra ky mbivlerësimi apo vetvlerësimi qoftë për personin edhe për njerëz për rreth, domethënë që i ka. Po përderisa një individ i cili i jep vlera më shumë se sa që i takojnë ose thonë më mirë se sa e përfaqësojnë atë individ, kur çdo gjë vetëm ai është i pari për secilën gjë, kur ai i din të gjitha, kur ai po flas në numrin asnjëjës, domethënë ai ajo nuk po ndalloj gjinin. Ju kuptoj. Po një individ që i mbivlerëson vetëm veten e vet, arritjet e veta, aftësitë e tij, sjelljet e tij, sukseset e tij, në raport me të tjerët që ndoshta në realitet nuk përkojnë fare me ato gjëra që
ai i proklamon, atëherë sigurisht që është ndryshe në raport me persona tjerë që këto tipare, këto gjëna i ruajnë për veten e vet, ndërsa suksesi duhet flet mbas të asaj se çka është i gatshëm të ofrojë edhe mënyrën se si ai e përfaqëson veten e tij brenda një komunitetit ku ai i takon. Në rast se është një person që ofron shërbime, çfarëdo qoftë shërbimesh ndaj njerëzve, po ka një kulturë, ka një mirësjellje, ka një mënyrë të mendumit që pa e cënu dinitetin e tjetrit, atëherë normalisht që ai ka me marr vlera, ka me u cilësu prej të tjerëve si një person që ka një integritet, ka një personalitet formum, që ka një shërbim ose një diçka që e ofron që e përfaqëson atë individ. Ndërsa kur ne vetes ja atribuojmë shumë gjëna, cilat nuk na takojnë, atëherë automatikisht kjo bie ndesh ndoshta me realitetin me cilën ne po ballafaqohemi, ose një person që ka një problematik tillë të shëndetit mendor, që diagnostikohet si çrregullimi personaliteti, kur gjitha gjëna tjera e injoron edhe gjithmonë e mendon se vetëm ai ka të drejtë edhe ai është më i miri në atë drejtim, atëherë kjo bie ndesh me përditshmërinë me cilën ne ballafaqohemi. Kjo është një nga shenjat. A ka shenja tjera, apo a ka çrregullime tjera nga të cilat realisht duhet t'i njohim edhe duhet të mbrohemi? Po, çështja e identifikimit ndryshimeve që mund të konsiderohen si çrregullim personalitetit është bukur shumë e vështirë për shkak se është e vështirë për me identifiku për shumë faktorë. Njëri prej gjënave tjera është që ai individ nuk e ka të humbur ndjenjën e realitetit edhe shumë elemente që mundet me t'i paraqit kanë argument ose kanë bazë që të tjerët mund t'i pranojnë. Është bukur shumë e vështirë të identifikohen simptomat apo shenjat e një çrregullimi të personalitetit, por kur te i kalohet çdo normë shoqërore që ne i takojmë, atëherë këto janë njëra prej simptomave, megjithëse mujnë me ndërhy edhe mujnë me ndërthur shumë me çrregullime tjera të shëndetit mendor, që ndoshta është vështirë me i nda me thik prej një problematikë ose prej një çrregullimi, edhe të cilësohet si një çrregullim personalitetit. Është në aspektin profesional është pak e vështirë me i identifiku, edhe është pak e vështirë me tamam me dhënë atë diagnozën për një çrregullim tillë, se kemi disa lloje çrregullimeve të personalitetit, kështu që është pak e vështirë, po megjithatë me një punë pak më voluminoze, profesionistë shëndetit mendor mund të arrijnë deri të përfundime të tilla që t'japin edhe një diagnozë ta zonë për shembull për një çrregullim personaliteti. Po. Në disa studime kam hasur që thuaj se 1 në 10 persona, natyrisht studime shkencore, mund të ketë një çrregullim të personalitetit. Mirë po zotëri Ademi, këtu po më intereson shumë të di nga ju, a do të thotë kjo që çdo sjellje e vështirë mund të lidhet me një çrregullim të personalitetit? Apo mund të jetë ndonjëherë momentale diçka? Dorën zemër, unë pak në aspektin profesional mundohuna pak me ju ikë çështjeve të diagnozave, për shkak se është një përgjegjësi shumë e madhe të japësh një vlerësim tillë apo të thonë të japësh një gjykim tillë për një çështje të caktuar, megjithatë ndryshojnë kur një person për një periudhë kohore të bukur gjatë bën sjellje të tilla që janë të qëndrueshme dhe ju qëndron besnik veprimeve, mendimeve, sjelljeve të tij, atëherë sigurisht që mendja të shkon me njëherë të diagnostikosh ndoshta për një çrregullim personaliteti. Po varësisht prej mënyrës se si sillemi, varësisht prej mënyrës se si funksionojmë përditshmërinë tonë, atëherë normalisht që edhe mënyra se si identifikohet një patologji në raport me një sjellje normale, merret shumë faktori kohor, merren edhe shumë rrethana tjera që nuk varet ndoshta vetëm prej një fjale ose prej një veprimi të caktuar që do të vijë deri në një përfundim të tillë. Krejt në fillim e përmenda se shpesh herë jemi mësuar të etiketojmë njerëz, edhe pikërisht e përmenda themi se është njeri toksik.
Tani, si e shpjegon këtë koncept psikologjia? A kemi drejt kur gjithmonë ndoshta I referohemi dikujt si njeri toksik? Kjo është një temë shumë interesante në mënyrë që shpeshherë ndoshta na I keq interpretojmë disa shenja ose I keq kuptojmë disa shprehje të caktuara me të cilat I hasëm çdo ditë. Po çështja e qenurit toksik, shpeshherë në psikologji shpjegohet me një argument shumë interesant që po mundon të flas në gjuhën e popullit. Kur na ndodhemi me një situatë caktuar edhe për një moment ndjejmë që sikur e gjithë energjia, e gjithë elani na ka po na bie poshtë me vetë prezencën e një personi të tillë. Ajo energjia negative që e reflekton dikush tek ne, atëherë kjo mundet më konsideru si diçka toksike. Mënyrën ndoshta mjafton një fjalë vetme që mundet me e thonë dikush, ndoshta nuk është vendi, nuk është momenti, nuk është tema për ato që ka diskutohet, po një diçka e lëshon një shprehje e tillë, edhe kjo mandej te personi tjetër mundet më reflektu si një rrëmje e energjisë. Shpeshherë tek ne është marrë si shembull, po flas tek ne Shoqërinë tonë. te psikologjisë. Okay. Kur është shpjegu se si ndodh që ta zam për shembull, janë marrë shembull janë prej vëzhgimeve të caktuara, kur një doktor tazami ka pas 25 pacient që I ka kontrollu, nuk është ndjeja as pak I lodhën, shumë I përkushtuar, ka kushtu kohë më të shumë se sa ndoshta që duhet vetëm që t'i ofroj shërbimin e mirëfillt personave që kanë kërkuar ndihmën e mjekut. Ndoshta personi 26 momenti që ka hyrë nder, ka reflektuar atë energjinë jo të mirë, e cila te doktori është pasqyru si një lodhje, si një rrëmje e energjisë, si një mbushje negative, po guxoj me thonë mbushje negative, saqë ai nuk ka pas më mundësi ndoshta ose energjinë se si të veproj, ndoshta edhe nuk ka pas një kthjellësi të mirëfillt mendimeve apo ideve se çka mundet me pas ai person. Ndoshta ai se ka pas qëllimin për me ardh me marr atë energji, edhe po doktori sikur me ra për tokë. Për ditëshmërinë tonë mundet me na ndodh që hasën njerëz mjafton ndoshta një fjalë, një shprehje e cila na e thith tërë energjinë tonë ditore, tërë atë elanin tonë, tërë atë motivacionin tonë. Ndoshta nuk e ka qëllimin që të vi deri te ajo pikë, po megjithatë mënyra se si ne e ndjejmë edhe përthithum atë energji që dikush tjetër e reflekton te ne, atëherë kjo na bën neve që të zbrazmi ndoshta prej gjitha forcave të cilat ne I kemi dhe tani veten që jemi të lodhën edhe jemi për tokë në atë kuptimin që s'kemi kur fare energjie. Zakonisht në përditshmërinë tonë ose shoqërinë tonë shpeshherë dim të etiketojmë dikon si person toksik për shkak ndoshta të pozitës që cilën e ka, pozicionin që cilën ai e udhëheq, apo mënyrën se si e shpreh mendimin e tij karshi një situate të caktuar. Kur nganjëherë ndoshta bën kërkesa të tepërta ndaj nesh, ose kur përsëritet një situatë e caktuar me 10 herë për një çështje të caktuar kur diskutohet për një diçka, ne mund ta ndjejmë atë energji negative ose toksike brenda nesh edhe më njëherë ta etiketojmë, u bre sa toksik sa do bane, u bre sa krejt energjinë ma morë, çka po atë kështu. Edhe mandej tek ne fiksohet një lloj përshtypje që momentin e parë kur e shohim atë person na dorëzohemi përballë tij. Ndoshta e ka pas vetëm një moment se njerëzit kanë përvoja, eksperjenca ndryshme, kanë përjetime ndryshme, kanë rrugtim ndryshëm edhe normalisht që ai rrugtim nuk mund të mbyllet hermetikisht brenda nesh se jemi njerëz që kemi ndjenja, kemi mendime, kemi fjalë që dash pa dash ndoshta e shprehim në një moment caktuar dhe ajo shprehje te dikush mundet me reflektu negativisht. A mund të lidhen kjo që sa po thatë edhe me shenja dalluese
që jemi duke jetuar në një marrëdhënie të dëmshme, qoftë në familje, qoftë në punë, apo dhe në marrëdhënie romantike. Si mund ta shpjegoni ju Po, këtë? në momentin kur është një brenda familjes ose megjithëse brenda familjes janë raste më të rralla kur dikon mund ta quajë toksik, ata që janë në lidhje gjaku, për ata tjerë që janë për shembull qoftë bashorti ose bashortja, që hynë në familje të re, normalisht që nuk ka atë mënyrën e komunikimit ose nuk ka një qasje të kuptueshme mes vete, gjithmonë duke mundu me rujt ata kufit e tij, nga një herë ndoshta dikush një i ri që mund të hyni me një familje, ta za për shembull në këtë rast nusja apo dhënrit e familja nusës, ndoshta mundohet me e rujt ata kufit e tij edhe tjerët mujnë me e etiketu, au kë nuk po fol ka, kë kur po flet diçka jashtëzakonisht shumë trand, jo pozitive, kë po manifestosh shumë i mralt, po flas me gjuhën e popullit, Mhm, mënyrën se mhm, si ndoshta mundet me u reflektu, au sa toksik ka ky person. mhm. Po në mese tjera të za për shembull jashtë familjes, mund të kemi njerëz që nuk kemi ndoshta një vit të njëjtë të komunikimit apo edhe të mendimeve, që normalisht mendimet ndryshe për çështje të caktuara janë shumë të mirë se orna sepse na shohim me anën tjetër të medaljes, nuk shohim vetëm një anë ose ato gjanat që ne i mendojmë. Në momentin kur ne nalmi edhe analizojmë që nuk jemi të ditur për gjithçka, po do të pranojmë edhe do të marrëm si të mirëqenë një deklaratë një dikuj apo një sjellje për një diçka caktuar përderisa nuk na përfaqëson neve, atëherë nuk është e drejtë që ta quajmë dikon që je person toksik. Në marrëdhënie kur nuk ka marrëdhënie po më partnerore apo edhe biznesore apo çka do qoftë, kur nuk ka një komunikim të mirëfillt, kur nuk ka sheshim të çështjeve me të cilat ata do të merren, apo cili është synimi i përbashkët për me deri diku, nuk janë në linjën e njëjtë. Do të thotë nuk janë në vijën e njëjtë. Qështu thuhet në gjuhën angleze, nuk janë same line. Domethënë nuk janë të njëjtën linjë, nuk janë të njëjtën vijë rreth mendimeve, ideve, propozimeve, gjëra për cilat synojnë për me pas. Në këto situata, qoftë në ambient punë apo në marrëdhënie mes një çifti, përderisa nuk ekzistojnë mendime të ngjashme ose parafërta apo që e plotësojnë njëri tjetrin, normalisht që njëri ndaj tjetrit ka me pas një sjellje pak më ndryshe që mund të quhet toksike, për arsye se nuk po mbërrin deri në vend të caktuar ose në pikë synim që kanë të përbashkët. Këto çrregullimet e personalitetit a trajtohen nga profesionistët dhe kur është koha e duhur që një person t'i drejtohet, ta marrim shembull në këtë rast psikoterapeutit për një ndihmë profesionale? Secili çrregullim i shëndetit mendor normalisht që trajtohet në këto situata varësisht për rëndesës që mund të ketë një çrregullim i caktuar, përfshi këtu edhe çrregullimet e personalitetit. Asnjëherë nuk është vonë për të filluar trajtimin, asnjëherë nuk është herët për që është filluar trajtimi i tyre. Po, është e vërtetë që mund të marrin trajtim, është e vërtetë që mund të trajtohen, ku një person që ka një vështirësi të caktuar në funksionimin e tij të përditshëm, ku bëhet pengesë për rrethin shoqëror, përfshi familjen e tij apo rrethin ku ai jeton apo edhe vendin e punës ku ai punon, atëherë në momentin kur ka pengesa hasën vështirësi edhe nuk janë në linjën e njëjtë të komunikimit apo synime me cilën ai është i angazhuar aty, sigurisht që kjo është njëna prej shenjave që kish me kanë si një udhërrëfys drejt kërkimit të trajtimit mirëfillt në mënyrë që ai individ të mësoj menaxhimin e emocioneve të tij, sjelljeve të tij, kur të mësoj se si të shprehet, mënyrën se si të deklarohet, mënyrën se si të pranoj një diçka, mënyrën se si do të refuzoj për një diçka të caktuar, nëse nuk është të thonë gjithmonë edhe ne profesionistë e shëndetit mendor që të kemi drejt, po megjithatë të arrihet me një pikë të përbashkët ku është e mira për rujtjen e shëndetit në individit. Në raste të caktuara shpeshherë
Tash nuk guxoj me u përzi në fushën e psikiatrisë, sepse psikiatri është specialist i cili ka të drejtën edhe dhënies terapisë me medikamente. Po, në situata tilla kur jo vetëm te ne çrregullimi i personalitetit, po te gjitha çrregullimet e shëndetit mendor, ë ideale është ofrimi i shërbimeve biopsikosociale. Do thotë janë tri fushveprime, qoftë në aspektin farmaceutik që psikiatri i jep ato terapitë e nevojshme karshi situatës të atij individi, në aspektin e psikoterapisë ose psikologjisë, këshillimit psikologjik mund të ofrojë psikologu apo psikoterapeuti, po edhe një sociolog mund të ofrojë në aspekt ndihmën e tij në aspektin e marrëdhënieve shoqërore, përderisa një ekip i tillë multidisiplinar kish me dhënë rezultate të jashtëzakonshme që një individ jetë funksional pavarësisht një problematike që mund të ketë shëndetit mendor ose një çrregullimi që diagnostikohet, të marrë shërbimin e nevojshëm, të marrë mënyrën e më të mirë të mundshme që ai të ketë një funksionalitet të përditshëm të mirëfillt, pa e rëndu veten e tij, po normalisht duke respektuar edhe kufit edhe respektu pjesën tjetër me cilët ai ka bashkëveprim, qoftë familja, qoftë shoqënia, qoftë kolegët e punës, qoftë vendi se ku jeton tek e fundit, se synimi gjithë neve është që të kemi një shoqëri sa më të edukuar, sa më të respektuar, sa më të trajtuar, që të japim kontributin e mirëfillt bashkërisht secili në fushën e vet apo në këndvështrimin e tij. Por në këtë rast, si do t'i këshilloni të gjithë ata njerëz të cilët janë në mesin e këtyre njerëzve, domethënë që kanë çrregullimet e personalitetit e të cilët ju shkaktojnë qoftë stres, ankth apo edhe lodhje emocionale. Cila do të ishte këshilla e juaj karshi këtyre njerëzve? Kur një person has vështirësi në funksionimin e tij të përditshëm, ku të tjerët ndoshta mund të manifestojnë ankesa apo largime prej tyne për shkak të veprimeve të cilëve të këtyre personave që ndoshta më vonë mund të diagnostikohen me çrregullime të personalitetit. Momentin e parë që shohën që diçka nuk po ecë mirë, diçka që nuk po funksionon, kur dikush ndoshta të jep një fjalë që ty nuk bën mu një mirë, edhe pse ndoshta e dim që ai ka të drejtë, atëherë është koha ideale që do të kërkoj ndihmën e profesionistit në mënyrë që të t'i kaloj sa ma lehtë vështirësitë me të cilat ai ballafaqohet dhe njëkohësisht të jetë i dobishëm për veten e tij, për familjen edhe për shoqërinë ku ai jeton edhe vepron. Atëherë të nderuar miq, të kuptosh veten, të vendosësh kufi të shëndetshëm dhe të kërkosh ndihmën profesionale gjithmonë atëherë kur është mëse e nevojshme, janë këta 3 hapa të rëndësishëm drejt një jete më të balancuar dhe më të shëndetshme. Zotri Ademi, unë sinqerisht po ju falenderoj edhe një herë jashtëzakonisht shumë për kohën që keni ndarë të jeni në emisionin për një botë më të mirë, për kontributin, këshillat edhe çdo fjalë që thatë për dëgjuesit tanë. Ishte kënaqësia ime, i faleminderit edhe ju për ftesën, me kënaqësi më të madhe kam pranuar që të jem pjesë e një kontributi sado të vogël në të mirë të shoqënisë ku jemi të jetu.